Policia rrugore e Elbasanit, në bashkëpunim me njësinë operacionale të Drejtorisë së Policisë Rrugore, ka intensifikuar kontrollet dhe monitorimin në aksin Elbasan-Prenjas, pas shembjes së një segmenti rrugor që detyroi devijimin e qarkullimit. Pas rihapjes së aksit, shërbimet e policisë janë vendosur për gjatë gjithë segmentit për të garantuar lëvizjen e lirë dhe të sigurt të automjeteve, si dhe për të parandaluar krijimin e trafikut apo situatave të rrezikshme. Autoritetet bëjnë të ditur se në zonë vijojnë punimet, çka kërkon kujdes të shtuar nga drejtuesit e mjeteve. Policia rrugore apelon që të respektohen kufijtë e shpejtësisë, sinjalistika e përkohshme rrugore dhe udhëzimet e efektivëve në terren, si dhe ato të autoritetit rrugor shqiptar. Drejtuesit e automjeteve, në rast nevoje apo emergjence, ftohen të kontaktojnë numrin unik 112.